Kandidatët e Partisë Socialiste Eduna Bilali, Onid Bejleri dhe Gjenis Qela në vijim të fushatës elektorale kanë zhvilluar takime me biznese, të cilat janë të përqendruara në zonën e Zdrales. Gjatë takimeve me to, deputetja dhe kandidatja Eduna Bilali kërkoi mbështetjen e tregtarëve duke ju referuar investimeve dhe vëmendjes së qeverisë shqiptare ndaj Shkodrës. Kena nevojë për mbështetje. Patjetër. Të herë PS-ja është në Shkodër është kryefjalë për nga rëndësia për me vazhdu ritmin e investimeve. Inshallah funi me sukses ka në dorë. Shumë faleminderit. Megjithatë unë kam pa programin tuaj, gjithmonë biznesi është pa diskutim në ata problemet tuaja, po inshallah tash kena mbështetjen. Na duhet për Shkodrën që me vazhdu ritmi. Jo se po nalet, po mos më ngadalsu. Kjo punë që ja bë 2 vjet, kena nevojë shumë më shumë, me kompensu që sa ban 30. Edhe ju suksese. Faleminderit shumë. Na realizohen tonë ëndrat. Me 11 maj, Shkodra dhe Shqipëria do t'i drejtohen kujtive të votimit, ndërkohë që kandidatët e PS-s gjatë takimeve të përditshme me banorët e Shkodrës kanë një ftesë të hapur për të mbështetur numrin 5 në fletën e votimit, që sjell më shumë vëmendje dhe vijimësi tek transformimi i Shkodrës.